Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar shikues dhe ndëgjues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit. Emision ky, i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe mund të ndiqni në valët e Radio Vatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i begat në atmosferën e bekuar të muajit Ramazanit, synon që të sjell frymëzim për zemrat tona përmes rrëfimeve e mësimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte kemi kënaqësinë që në këtë emision ta kemi hoxhën e nderuar Xhevair Efendi Kamberi, i cili është imam dhe hatib në xhamin Mehmet Efendi Sadik në Vizbek. Hoxhë nderuar, mirë se na erdhët në emision. Mirë se gjeta. Allah ju shpërbleft për ftesën dhe organizimin. Hoxh, i nderuar, temat e cilën do të bashkëbisedojmë së bashku është për sahabiun e nderuar Talha ibn Ubejdullah. Hoxh, na tregoni kush ishte Talha ibn Ubejdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Salavatet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Sa i përket këtij sahabiu me këtë emër madhështor dhe veprës madhështore të tij, Talha ibn Ubejdullah ibn Uthman radiallahu anhu ishte njëri nga shokët e mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e dalloi veten e tij me sakrificë, me dëshmi dhe me dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Talha ibn Ubejdullah radiallahu anhu ishte nga fisi Benu Tejm, i cili ishte i njëjti fis me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Dhe ata shpesh e quanin njëri tjetrin sikur dhe e shihnin me Ebu Bekrin radiallahu anhu njëri tjetrin sikur djem të axhallarëve dhe kishin një dashuri të madhe mes njëri tjetrit. Talha ibn Ubejdullah radiallahu anhu ishte nga të parët që e pranoi islamin pas Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe me një rivajet thuhet se është njeriu i 8 që e pranoi islamin, kurse me një rivajet tjetër thuhet se ishte njeriu i 10 me radh që e pranoi islamin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si e pranoi islamin është shumë interesante ngjarja e tij. Dhe Talha radiallahu anhu ishte tregtar. Mirë po ishte tregtar i drejtë dhe i sinqert, dhe ishte në një udhtim jashtë Mekkes, dhe atje duke bërë tregtinë e tij e pa një murg. Dhe kur i tregoi se vinte nga Mekkeja, murgu i tha: "A nuk ka ardhur ende pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe a nuk je prej atyre që je rreshtu pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam?" Talha radiallahu anhu u habit, sepse nuk kishte dëgjuar më parë, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka bënte? E bënte thirrjen e tij fshehtas, dhe nuk kishte shumë mundësi që të mirrej vesh në Mekë se kishte dalur një pejgamber. Posa kthehet në Mekë, vrapon tek shtëpia e tij dhe e pyet nënën e tij dhe thot se çka ka të re në Mekë, pasi ndodhte me muaj të tërë Talha radiallahu anhu nuk ishte në Mekë. Nëna e tij, sikur e vrojtur fytyrën e saj, i tha: "Po, tha, ka dalur, tha, Muhamedi, djali i Abdullahut, jetimi i Mekkes, i cili pretendon se është i dërguar i Allahut, dhe ai është i cili pendan nënën nga djali i saj dhe shkatron familjen dhe përçan familjet mes tyre me këtë fe të re, e cila e kundërshton fen e të parëve tonë." Talha radiallahu anhu me njëherë shkoi ku? Te Ebu Bekri radiallahu anhu, sepse thashë më herët e shihnin njëri tjetrin, sepse ishin nga i njëjti fis, sikur djem të axhallarëve. Dhe kur e pyeti
Ebu Bekri filloi që ti tregonte për Muhamedit a.s. sepse Muhamedi a.s. nga gjithë njihej si Muhammed el Amin, besniku i cili nuk tradhton, i cili nuk gënjen, është i drejtë, është i sinqert, ishte djali më i mirë i Mekës, djali më i drejtë i Mekës, dhe i ja tregoi Ebu Bekri radiallahu anhu disa ajete ose citate të para që kishin zbritur Muhamedi a.s. dhe me njëherë Talha radiallahu anhu tha fjalën madhështore: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tha Muhamedi është besnik, ai nëse ka thënë këtë fjalë padyshim se ajo fjalë është e vërtetë. Dhe çka ndodhi më pastaj? Më pastaj tregon një sahabi i cili pas disa kohëve kishte pranuar Islam, thot ishmi duke nejt mes kodrës Safa dhe Merva. Më herët tash nuk është e mundshme për shkak të ndryshimeve që janë bërë në Mekke dhe në Qabën e bekuar, mirë po atëherë ishin dy kodra, Safa dhe Merva. Thot ishim duke ndejt me disa shokë dhe peshohim një njeri i cili duart e cilit ja kishin lidhur për qafën e tij. Dhe kishte shumë njerëz përreth tij, cilët me kamxhik sillnin në të. Thot kur u afrua e pash se kishte Talha ibn Ubejdullahu radiallahu anhu, dhe pas këtyre djemve cilët sillshin me të madhe me kamxhik në këtë njeri, në Talhën, tha ishte një grua e cila bërtiste me të madhe sjellni sepse ka tradhtu fejnë e të parëve tonë dhe është bashku me Muhammedin a.s. Thot kisabiu i cili më vonë e pranoi Islamin, sepse nuk ishte në atë kohë që e tregon këtë ngjarjen musliman, thot ky djalë i ri nuk dilke nga goja e tij tjetër gjë vetëm duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ahadun ahad, la ilaha illallah. Dhe thot ki sahabiu i cili më vonë e pranoi Islamin, thot u çudita me veten time, a ja vlen për një fjalë ti hash kaq maltretime dhe dhunime, dhe çka është për më çudi, thot gruaja e cila bërtiste sjellni, shoni sepse ki ka tradhtu fejnë të parëve ton, ishte nana e Talhës radiallahu anhu. Prandaj shumë sakrifica, shumë mundime, shumë maltretime, dhe ki tregon ky sahabiu thot kur e pranova më pastaj Islamin, thash asgjë s'qenka ajo rrahje apo ai maltretim se sa vlerë të madhe dhe kënaqësi të madhe ka fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Prandaj tregohet edhe me një rast tjetër, pasi Talha radiallahu anhu dhe Abu Bekr radiallahu anhu thash se ishin shumë të afërt me fis, qëndronin gjithë së bashku. Tregohet se një nga mushrikët e Medinës, i cili quhej Nufail ibn Huwailit, një njeri i cili e kishte aq inat Islamin, një ditë prej ditëve i mori Abu Bekrin dhe Talhan radiallahu anhu dhe i lidhi dhe i ngjiti trupat e tij njëri me tjetrin dhe i lidhi me litar dhe i nxori midis dillit të fortë të Mekkës dhe ju thonte, i kishte tubuar gjithë njerëzit e tjerë dhe ju thonte ku është tash Allahu juaj, let ju ven dhe let ju shpëton. Dhe thoshte hajde tash falni namazin. Pasi këta ishin të lidhur. Dhe tregohet se pas sa ngjarje çka ndodhi, një njeri i cili nuk e kishte parë askush, shkoi dhe i zgjidhi nga këto litar Ebu Bekrin dhe Talhan radiallahu anhu dhe fillun këto që të falin namaz. Dhe kur i pa ki mushriki i cili kishte aq larg zemrës tij ose aq të urrejtur Islamin, u çudit sepse nuk kishin parë asnjë njeri i cili e zgjodhi litarin mes tyre dyve dhe tha me të vërtetë kjo qenë ka feja e vërtetë dhe e dëshmoj edhe shahadetin. Për këtë arsye Talha ibn Ubejdullah radiallahu anhu ishte edhe njëri nga të përgëzuarit me xhennet duke qenë këtë botë. Prandaj është një nder i madh, para mendoni sikur tash dikush të thot ose të vjen
sikur erdh shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ti je banor i xhennetit, ende duke qenë botën ende duke qenë në jetën e kësaj bote, të përgëzon një përgëzim nga ana Allahut se je banor i xhennetit. Mirpo, ajo që e bëri Talhën radiallahu anhu banor xhennetit ishte sakrifica e madhe për Islam. Prandaj nëse e kthejmë në ditën e sodit, a thu sa ne sakrifikojmë për këtë ditë. Sa kemi dhënë ne për Allah. Neve nëse na vjen ndonjë sprov, me njëherë fillojmë që ti paraqesim ankesat tona. A thu Zoti pse më gjeti bashkë të më sprovon? Pse janë këto sprovat mëdhoja? Kështu nuk jetohet, kështu nuk qohet jeta. Mirpo, nëse e shohim sprovat e sahabëve vetëm për fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e shohim ne se sakrificat tona janë sikur ne i thëna ja Rasulullah, sot unë qova 10 herë ti salavat, edhe sikur krenohemi me këto 10 salavatet, dhe kur e shohim sakrificën, jetën e Talhës radiallahu anhu dhe krejt sahabëve tjerë, duhet mas paku që të na vjen turp dhe mare dhe themi se ne jemi pasust e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë arsye Talha radiallahu anhu ishte edhe Talhatul Khair, ishte një nga nofkat e tij, Talha i Khairit, i së mirës, prej tij u pritke vetëm e mira dhe khajr. Hoxhë nderuar, na tregoni pak si ishte dashuria e Talhas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishin një dashuri që nuk përshkruhet dhe nuk dihet se si ta përshkruajmë dashurinë e madhe të tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte një dashuri shumë të madhe ndaj shokëve të tij apo sahabëve. E sidomos ndaj Talhës radiallahu anhu, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, Talha është prej banorëve të xhennetit. Dhe me këtë rast e përgëzoj, i cili hadith është në librin e Tirmidhiut radiallahu anhu. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, kush dëshiron ta shohë një shahid i cili ec në tokë, ta le ta shikoj Talhën radiallahu anhu. Prandaj edhe tha Talha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke tregu sakrificën e Talhës, tha Talha më mbrojti me trupin e tij në Uhud, që besoj tash do ta shpjegojmë se si ndodhi dhe çka sakrifikoi dhe çfarë vepre madhështore bëri Talha radiallahu anhu në Uhud. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga dashuria e tij ja dha këto nofka dhe tha Talhatul Khair, që e përmendëm, Talha el Jud, që do thot Talha bujar, sepse ishte njëri nga ata i cili nuk e mbante pasurinë e tij për veti. Saqë tregon edhe Aisha radiallahu anha, tha nëse Talha kishte një pasuri e cilën e kishte të bu, Talha nuk mund të mbante atë pasuri asnjë ditë, sepse mendonte se dhe thoshte Talha radiallahu anhu se kjo pasuri do t'jetë dënim për mua në ditën e gjykimit nëse unë nuk e shpërndaj me vëllezërit e mi, me shokët e mi, me sahabët, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj për ta treguar se çfarë dashurie kishte Talha radiallahu anhu ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregohet në luftën e Uhudit, ku Talha vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, është hadith, thot atë ditë Gjibrilin alayhis salam e pash nga krahu im i djathtë, kurse Talhën ibn Ubejdullahun e shifsha nga krahu im i majtë. Kurse Saad ibn Ebi Waqasi për luftën e Uhudit thot atë ditë ku të këshirsha e shifsha Talhën. Më thonë, aq i shpejt dhe aq aktiv dhe aq mbrojt si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë tregohet që e kishin ngri një grop, një hendek të madh dhe për t'i u bën zullum muslimanëve, dhe nga ajo breshrat e shigjetave
çka bani Talha radiallahu anhu? E mur para ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe krejt shigjetat në vend se ta sulmonin dhe të hynin në trupin e pejgamberit, hynën në trupin e Talhës radiallahu anhu. Dhe tregohet se pas lufte kur i njehën shigjetat dhe plakët e tij, kishte mbi 70 plak duke u munduar ta mbroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur nuk mujti që ta mbron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sepse ishte në një gjendje të rëndë shëndetësore, sepse kishte marrur mbi 70 plak, çka ndodhi? Njëri nga shigjetarët mushrik e gjuajti një shigjet aq të madhe dhe me forcë aq shumë të madhe saqë Talha e pat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga ana e tij e djathtë dhe nuk mujti me trupin e tij çkoi ta mbrojë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka bani? E nxori dorën e tij në mbrojtje të pejgamberit dhe gishti i cili e dëshmon shahadetin ju kput nga ajo shigjet dhe Talha e dha një gisht dhe e sakrifikoi mbi 70 plak në trupin e tij për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe pasuria e tij, saqë tregohet në luftën e Uhudit, i tha Talha radiallahu anhu pejgamberit e selam: Ja Rasulallah, gjaku jem letjesë e sakrificë për gjakun tanë. Trupi jem letjesë e sakrificë në këtë ditë për trupin tanë. Shpirti jem letjesë e kurban për shpirtin tanë, ja Rasulallah, sepse ti e i dërguar i Allahut. Friga e tyre ishte mos sulmohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo mos diste, po mos të lëndohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shigjetat e mushrikëve, sikur ishte në luftën e madhe, dhe që tham mbi 70 plag Talha radiallahu anhu i mori duke mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse ata kishin dashuri të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk e donin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm me statusën Facebook ose vetëm me story në Instagram. Ato e donin me trup, me shpirt, me vepra, me sakrificë. Andaj le ta pyes çdo kush veten sot: sa kemi sakrifikuar ne për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Sa është dashuria jon e sinqertë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm me fjalë? Andaj sikur Allahu na thot: un për juve nuk du fjalë, un ti ma jep mu zemrën tënde, un e du sinqeritetin tanë, sepse një zemër, një iman i cili është në zemrën tënde, patjetër duhet të reflektoj, patjetër duhet që loti dalë nga syri jot për dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ata e sakrifikuan edhe jetën e tyre, pasurinë e tyre, familjen e tyre, shtëpiat e tyre, mallin e tyre për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hoxhë nderuar, na tregoni disa mesazhe nga jeta e sahabiut Talha. Talha radiallahu anhu dhe jeta e tij ishte përplot mesazhe për neve si musliman ditët e sotit. Mesazhi i parë që na jep Talha radiallahu anhu është se imani ka çmim. Imani do sakrificë. Nëse je prej atyre cilët thu se jam musliman dhe e du Allahun dhe pejgamberin e Islam, Allahu do që ashtu siç tha Allahu në librin e tij, a mendojnë njerëzit se do thojnë besuam dhe ne mos t'i sprovojmë ata? Jo, Allahu thot do t'i sprovojmë, por ta parë se me të vërtetë a e thoni të vërtetën apo vetëm fjalët nga goja juve dalin fjalë cilët janë vetëm fjalë e pa vepra. Prandaj mesazhin e parë që e marrim nga Talha radiallahu anhu është se imani ka çmim. Imani do sakrificë, imani do punë, imani do vepër. Kudo që gjendesh, nëse je prej atyre që thu se je musliman, Allahu thot se unë du ta shoh prej teje këtë iman në vepër, jo vetëm fjalë. Prandaj ashtu siç sakrifikoi Talha radiallahu anhu me trupin e tij, po edhe torturat nga familja e tij, sepse kur e tham pak më parat, trit cilët e godisnin Talhën dhe ajo gruaja e cila ishte nana e tij, ata trit ishin gjithë djemt e axhallarëve të tij, familja e tij.
Prandaj dalsh kundër familjes për Allah është kënaqësi e cila është e veçantë. Prandaj neve sot nuk na torturon askush në këtë mënyrë. Mirë po, spaku ta dëshmojmë me pasurinë tonë. Spaku ta dëshmojmë me evlatët tonë duke i edukuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në rrugën e Allahut. Ta dëshmojmë këtë iman ton me vepra, me punë të mira që është i kënaqur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mesazhi i dytë që e marrim nga jeta e Talhës radiallahu anhu është se dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dëshmohet me sakrificë. Prandaj lidhet edhe e para, edhe imani për Allahun, por edhe dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është e lidhur me vepra. Prandaj e dëshmon dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke u përpjek ta ndjekë sunetin e tij. Jo vetëm disa sunete dhe formalitete, por krejt jeta e tij prej se u bë pejgamber dhe fjalët e tij dhe punët e tij dhe ato cilët i lejoj apo i ndaloj apo i veproj apo nuk i veproj, edhe lejimi edhe veprimi edhe mos veprimi për neve janë suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duke zbatuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u bë i buzëqeshur me gjithë njerëzit përreth teje, duke ju ndihmu gjithë njerëzve përreth teje, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon gruaja e tij se pejgamberi sallallahu një ditë bani pasuri dhe aq shumë deve, cilët ishin deve sa kur një fush mes dy kodrinave, aq e mbushur ajo fush me deve, dhe tregon gruaja e tij dhe shokët e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shpërndau dhe i dha sadaka këto deve për të varfrit në atë kohë dhe për shokët e tij pa kaluar 3 ditë. Andaj ne nëse japmi sadaka dhe ndihmojmë rrethin ton, familjen ton, i buzëqeshim çdo kujt dhe mundohemi që t'ja heqim një derë çdo kujt që kemi mundësi, ose spaku duke ja thënë një fjalë të mirë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Ai i cili ja heq një problem vllaut tij, Allahu do t'ja heq një problem atij njeriu. Kush ja heq një smundje vllaut tij, Allahu ja ban borxh, obligim vetes tij që t'ja heqë një smundje këtij njeriu. Ai i cili ja mbulon tmetat vllaut tij, ja mbulon një gjunah, një tmet, ti e ke pa, ai e ka bën, mirë po ja mbulon për hir të Allahut. Thot pejgamberi sallam, Allahu këtij njeriu do t'ja mbulon një gjunah ditën e gjykimit. Vallë, a nuk kemi ne nevojë që Allahu të na mbulon tmetat dhe gjunahet tona ditën e gjykimit, atë ditë kur nuk do të ketë ndihmë tjetër dhe shpëtim tjetër përveç se ndihma dhe shpëtimi i Allahut. Prandaj le të mundohemi duke praktikuar sunetin e tij përgjithshëm, duke i ndihmuar njerëzit, duke buzëqesh me njerëzit, duke qenë ndihmë vllaut ton, familjes ton, fëmijët ton, atij i cili është dashamiri jon, shoku jon, dhe të mundohemi dhe themi ditën e gjykimit, ja Rasulullah, unë e bëna një sakrificë me jetën time, me familjen time, me evlatët e mi, jam mundu që ta ndjek rrugën dhe sunetin tan. Prandaj edhe e treta mesazh ose i treti mesazh nga Talha radiallahu anhu është sikur na thot Talha, pasuria është rrezik nëse hyn në zemër. Prandaj e ceka edhe më herët që e marrmi mësimin nga Talha, ashtu siç e tha edhe Aisha radiallahu anhu, Talha radiallahu anhu ishte prej atyre që i jepte pasurinë e tij pa kalu, nuk mund t'ja zinte asnjë natë gjitha ajo pasuri, saqë tregohet se vetëm një herë mbi 400.000 dirhem i dha Talha radiallahu anhu pasuri dhe sadaka për njerëzit përreth tij. Andaj sikur Talha na thot se një pasuri e cila është në dorën tuaj, jepne para se ajo të hyjë në zemrën tënde. Pasuria nuk është rrezik në dorën tënde, por pasuria është rrezik për ty nëse ajo hyn në zemrën tënde. Dhe çdo punë e lidh me pasuri, dhe nuk mund të jetosh pa pasuri, dhe nuk mund të jetosh pa parë, dhe nuk mund të jetosh nëse nuk i ke kushtet. Jo, ishte Talha radiallahu anhu i cili na dha një mesazh se pasuria nuk është rrezik dorën tënde. Është mirë të kesh pasuri, mirë po mos prit që ajo ti në zemrën tënde. Dhe mesazhi i fundit
është se largimi, këtë mesazh na jep Talha radiallahu anhu, largimi nga fitnet është shenjë imani. Prandaj Talha radiallahu anhu ishte njëri prej atyre i cili ra shahid në një luftë e cila ishte si luftë e fitneve mes muslimanëve, dhe nuk ishte qëllimi i tij që ai të lufton, mirë po duke u munduar që tjetë prej ative ndërmjetësuesve të ta ndalon përçarjen mesin e muslimanëve, ai edhe ra shahid. Prandaj e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është dëshmi që e tha para shumë viteve para se të bjerë shahid Talha radiallahu anhu, nëse doni ta shihni një shahid i cili ec në tokë, shihni Talhan radiallahu anhu. Hoxhë nderuar, cili është mesazhi juaj për fund? Unë fillimisht lut Allahun subhanahu wa taala që le të jetë ky Ramazan piknisja e ndryshimit tonë. Le të jetë ky Ramazan piknisja e teubës tonë, e pendimit tonë, të kthehemi Allahut me zemër, me sinqeritet, me devotshmëri, dhe le të bëhet ky Ramazan shkak që Allahut na fal gjunahet tona. Andaj një mesazh është se Allahu nuk kërkon prej neve trupat tonë ose bukurin tonë, po Allahu kërkon prej neve zemrat tonë. Allahu kërkon që ti t'japsh atij zemrën dhe ti thuash, o Zot, unë sot në këtë ditë bekume të Ramazanit, që është rahmet, mëshirë, muaj i bekum të Ramazanit, unë po kthehem të rahmeti jot, unë po kthehem të mëshira jote, unë sot po të pendohem, ja Rab, me krejta gjunahet, me krejta mangësit, dhe po kthehem të ti, sepse ti je Rahman, ti je mëshirues, ti je Rahim, ti je mëshirbërës, ti je falës, ti je don falën. Andaj o Allah, unë sot po kthehem të ti, le të jetë se ky mesazh i kësaj dite të bekume të Ramazanit, unë po kthehem të Allahu me krejt mangësit, me shpresë se ai do të më pranon dhe dera e tij është hapur për gjithmonë. Prandaj mesazhi i ditë është se po e marrim sërish nga jeta e Talhës radiallahu anhu, është se xheneti ndonjëherë fitohet edhe me një gisht. Xheneti ndonjëherë fitohet edhe me një hum. Prandaj Talha radiallahu anhu e bëri sakrificë dhe e humbi një gisht, që ishte gishti i dëshmisë, dhe e fitoi xhenetin duke e mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj mesazhi është, xheneti ndonjëherë fitohet edhe me një gisht, ndonjëherë edhe me një dorë, ndonjëherë edhe me një thoj. Mirë po mjafton ta japsh për Allahun subhanahu wa taala. Allahu të shpërblef për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Xhevair Efendi Kamberi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, Allahu apraноft agjerimin dhe të gjitha lutjet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.